Nëse fëmijët e kanë të vështirë për ta përdorur propolisin me rigon. Prindrit duhet të mësojnë që t'ua hedhin në gjell, sipas moshës së tyre. Një fëmijë 2-3 vjeçar, 2-3 pika në vakt në atë ushqimin që ha. Një fëmijë 5-6 vjeçar, 5-6 deri në 7 pika. E një fëmijë 10 vjeçar, 8 deri në 10 pika në çdo vakt në ushqimin që ky merr. Dhe ne japim plot mbrojtësa për të mbrojtur jo vetëm mushkërinë, por edhe gjithë organizmin tonë, pra mbrojmë dhe përmirësojmë funksionin e mëlçisë, të veshkave, të sistemit të tretjes e kështu me radhë. Nëse nuk na ndodhet çaj bronkomer në shtëpi, kemi plot bimë të cilat mund t'i kemi edhe në sirtarin e kuzhinës, siç është rigoni, trumza, kanella, karafili, të cilat në varësi nga mosha mund të përdoren duke i kombinuar pra nga një lugë gjelle nga këto përbërësi që unë përmenda dhe 5-6 nga ato gozhdët e karafilit.